Programi i posaçme ka urdhëruar kryen disa kontrolleve dhe sekuestrimin disa dokumentave pranë Bashkisë së Tiranës. Sipas burimeve, veprimet janë kryer në kuadër të procedimit të ndarë nga dosja Veliaj, ku pjesa e timit ka qenë dhe vëllai i tij, Arbër Veliaj. Ky kontroll vjen pas një operacioni të SPAK, të zhvilluar disa muaj më parë në zyrat e kompanisë Google, në pronësi të Arbër Veliaj në ato ambiente. SPAK gjeti dhe sekuestroi dokumenta, kryesisht faturat e lëshuara nga Bashkia e Tiranës për evente të fituara nga Arbër Veliaj gjatë periudhës kur i vëllai ishte kryetar bashkie. Pavarësisht kundërshtimeve, gjykata e posaçme dhe ajo apelit i dha të drejtë SPAK-ut për kthyrjen e këtyre dokumentave. Dosja Veliaj është ndarë pasi bashkëpunëtorët e tij zgjodhen të gjykohen me procedurë të shkurtuar, ndërsa ai vetë së bashku me bashkëshorten Ajola Xoxha po i nënshtrohet procesit të zakonshëm. Deri më tani në gjyqin Veliaj pengesë janë bërë avokatët dhe të panderurit duke sjellë shtyrjen e procesit disa herë, ndërkohë që për bashkëpunëtorët e Veliaj SPAK ka shpallur pretencën duke kërkuar deklarimin fajtor të tyre. Vetëm pak ditë më parë, gjykata administrative rrezoi padinë e Erion Veliaj, i cili kërkon të shpalljen antikushtetuese të dekretit të presidentit që i dha Orxdatus titullin e magjistratit.